Nuk ka gjë më ordinere se kjo. Ky është një problem konceptual, thot prokurori i njohur Sokol Stojani gjatë debatit me kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani. Ajo nuk ja përton Stojanit, i cili është edhe antar i këtij këshilli. Unë e rikthej për diskutim, këmbgul kryetaria për një vendim të KLP-s. Vendimi ka marrë formë të prerë dhe pret botimin në fletoren zyrtare. Stojani e bën të ditur këtë kur vendos të ngrej zërin në mbledhjen më të fundit të qeverisë së prokurorëve. Nuk diskutohet një vendim i marrë, po nuk rrozohet një diskutim moj, vazhdon të këmbgulej. Por edhe zonja Bogdani nuk e ndal këmbguljen e saj. Unë kështu e gjykova, kush je ti që më tregon mua, ngre zërin edhe ajo, duke u drejtuar antarit të këshillit që drejton. Po kush je ti moj? I hakret prokurori Stojani. Duket se debati nuk ka gjatë sa të zbutet. As kryetaria dhe as antari nuk dalin nga llogoret e tyre, po testojnë nervat. Dhe ja ku vjen kulmi. Po mbas jam çmendur unë, thot zonja Bogdani. Je çmendur, je çmendur, ja konfirmon zoti Stojani. Ky dialog i tensionuar ndodh në një nga kupolat e drejtësisë sonë të re. Dikush që nuk i njeh protagonistët me të drejtë mund të mendojë se ky është një debat i ndodhur në pazarin e Milotit, ose të qafe pazarit në Gjirokastër. Pavarësisht nga njohjet gjeografike, dikush mund të ta pandej edhe si debat mes dy personave në një nga tregjet e pafundme të Tiranës. Në të vërtetë, ky nuk është debati i parë midis kryetares Bogdani dhe antarit të KLP-s Stojani. Fund tetorin e kaluar ata debatuan për një procedurë të ndjekur për plotësimin e vendit vakant në prokurorinë e Sarandës. Stojani ishte në rolin e relatorit, ndërsa Bogdani dhe një tjetër antare, Ledina Riza, kishte version ndryshe nga relatori. Mes tyre nuk u gjet paqe, prandaj këshillit ju paraqitën 3 relacione të ndryshme për shqyrtim dhe votim. 3 relacione për një emergjencë emërimi, më shumë se absurde si situatë. Stojani pretendonte se zonja Bogdani kishte tejkaluar kompetencat e saj pasi projekt aktët dërgohen në këshill nga komisione dhe relatorët, por kryetaria ishte stoike, as bëhe fjalë të ndryshonte apo ta zbuste qëndrimin. Dhe ai debati ishte plot nerv dhe tension, saqë regjistrimi audio i mbledhjes si detyrueshëm nga ligji u ndërpret disa herë. Megjithse Stojani këmbguli her pas here që regjistrimi të vijonte. Debati në mbledhjen e fundit të KLP-s që zgjati rreth 7 orë gjysmë u zbardh nga mediat dhe u bë viral në pak kohë. Ishte i ashpër me tona të forta, plot tension dhe përfshiu thuajse gjithë antarët e këshillit. Askush nuk e vënë në dyshim dobinë e debatit në institucione, në këshilla apo bordet e tyre, ku supozohet se merren vendime në të mirë të shoqërisë sonë. Mirëpo kur debati rrshet në plan personal, ai nuk është më i vlefshëm. Është banal dhe nuk ka pikë vlere për shoqërinë. Në këtë rast për drejtësinë e re. Çka është më e rëndësishme, ky debat tregon gabimet që po shoqërojnë reformën në drejtësi, pikërisht nga nxitimi i tepruar. Në mungesë të një provoje të konsoliduar pavarësisht ndihmës që ofruan partnerët strategjik, ngutja duhet të ishte shmangur me qetësi. Dëgjojmë debatin e fundit në KLP. Zhvillohet shkallë. Nis nga ana formale, ligji dhe procedura, pra starton për një çështje konkrete procedurale. Deri këtu nuk ka asgjë të keqe. Fillon të degradojë sapo fillon të ngre krye pjesa institucionale, por që qëllimisht apo jo, sfumohet nga shurma. E thënë më thjesht, debat se kush e ka autoritetin real. Në letër dihet, nga debati është e vështirë ta kuptosh, sepse çuditërisht Stojani i atribuon kryetares Bogdani vetëm një detyrë. Debati degradon pa kthim pas kur shtrihet. Ashtu, plot tension dhe nerva në plan personal. Kur debati rrshet, ka konflikt besimi mes kolegëve dhe institucioni ka klim të tensionuar. Punon si e tillë, por thjesht duket sikur punon. Në fakt bluan si mulliri pa ujë. Pasi nuk ka më argument, ka zë me tonë të pakontrolluar dhe procedura ligjore shtuket pa namin e sham për shkak të personalizimit të debatit. Pa hyrë në një tjetër debat pa vlerë, si për shembull kush ka të drejtë. Ky episod zbulon pa dashje si funksionon Këshilli i Lartë i Prokurorisë. KLP ka presion të brendshëm, tejet të lartë, ka mungesë konsensusi të fortë procedural dhe gjithashtu marrëdhënie të brishta besimi midis antarëve. Nuk janë gjëra të vogla këto, sidomos për ecurinë e reformës ende të brisht në drejtësi. Për institucione të pavarura si KLP, për cilën ka pritshmëri të madhe, një dialog i tillë është vërtet serioz dhe shqetësues. Jo sepse ka debat, pasi debat ka kudo dhe kurdo. Dhe është normal, ka vlerë dhe shtyn ecjen përpara, por sepse gjua emocionale ka zëvendësuar argumentin institucional, është të vlefshëm për të krijuar standarde të reja në institucionet gjithandej të reja të drejtësisë sonë. Problem serioz është edhe perceptimi publik, i cili dhe pak të debat është mjaftueshëm i dëmtuar. Në një organ si KLP, pritshmëria publike është e lartë, jo se antarët duhet të jenë pa konflikte e pa debate.
por se mënyra e komunikimit duhet të jetë pjesë e legjitimitetit të tyre. Kur gjua nuk kafshohet, nuk i vihet fre, bëhet e ashpër në mënyrë personale, duke krijuar një efekt të dytë, po kaq të dëmshëm. Është e qartë si drita e diellit që edhe debati më i fundit Bogdani Stojani nuk është përplasje sikurse duhet të ishte, por një konfrontim statusi dhe temperamenti. Në institucionet e drejtësisë sonë të re, debati si në KLP apo kudo ku në hyrje shkruhet fjala drejtësi, duhet të jenë diskutime juridike me impakt real dhe me vlerë. Shumë analiza mbi reformën në drejtësi bien dakord për një tension strukturor që do të thotë se reforma u ndërtua me urgjencë politike vendase dhe ndërkombëtare dhe synon të prodhojë rezultate në kohë të shkurtër. Kujtojmë këtu vettingun e famshëm e të frikshëm që u futi tartakutin të gjithë njerëzve të drejtësisë, ose kujtojmë ristrukturimin në themel të sistemit përmes ndërtimit të institucioneve të reja. Nuk ka asnjë dyshim se ky ritëm i shpejt ka edhe pasojat e veta tipike për reformat intensive, pasoja që me gjasa pritën të rikuperohen rrugës, kohë pas kohe. Sigurisht institucionet e reja u ndërtuan mbi modele komplekse, rregullat duhet të ishin nënshtruar, një testi në praktik ndërkohë po zbatoheshin, por asnjë nga këto nuk e justifikon gjuhën e debatit në KLP. Siç duket, arkitektura e drejtësisë u ndërtua mirë e bukur, por u la mënjan sjellja institucionale. Ajo sjellje që e bën institucionin të funksionojë pa tensione. Kjo sjellje meriton një reformë të fortë, ashtu si ajo e drejtësisë. Një e tillë për kulturën institucionale është e nevojshme, patjetër që do kohën e vet, ama sa më shpejt të fillojë, aq më mirë për të gjithë ne. Në të kundërt, simptomat e sistemit të kaluar që mendojnë se i hodhëm në kohë do të përkeqësohen. Ajo që të gjithë për momentin e konsiderojmë si fazë kalimtare, do ta kthehet në dhimbje koke të përhershme. Nga kërkimi i ekuilibrit për të funksionuar normalisht, sistemi do të mbetet vetëm me frenat e debateve me sfond personal. Tensionet do krijojnë shtratën e tyre dhe do konsiderohen normalisht në pak kohë, duke sfiduar të gjithë pritshmëritë për reformën në drejtësi. Vetë aktorët e përfshirë në këtë reformë mund të vrasin që tani mendjen për fillimin e një reforme mes tyre dhe me sistemit. Një qasje ndryshe ndaj kulturës institucionale, ku ka respekt ndaj ligjit dhe njëri tjetrit, ka besim dhe debat argumentesh. Përndryshe mos të çuditemi që debati si ai Bogdani Stojani të kthehet në kujt. Mos të çuditemi që një ditë mbase më shpejt nga sa e dyshojmë, KLP të meritoi emrin Këshilli i Lartë i Përplasjeve, një minjaturë e shëmtuar e parlamentit. Këtë të fundit mund ta marrim si model për shumë çka, por as pak për nivelin e debateve që gjeneron 2 herë në javë.